Vargu të thirrjeve për kthimin e Kosovës së Serbisë në tërheqjen e dialogut u bashkua dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Unë uroj që në javët e ardhshme të rifillojmë dialogun me Prishtinën dhe Beogradin, sepse secili vend është përballur me probleme politike e sociale për të bërë të mundur të bëjmë avancime. Por optimizmi Macronit në konferencën e përbashkët me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, të paktën në Kosovë, pritet me skepticizëm. Përderisa qeveria në detyrë as që ka komentuar një mundësi të tillë, njohës të politikës vendore shohin pak të mundshme një mundësi të tillë. Afrim Kasolli thotë që Kosova dhe Serbia nuk kanë momentum politik për kthim në dialog, por thotë që në Bashkimin Evropian ka paqartësi, meqense përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas ka dhënë disa deklarata të ndryshme. Klaruar se është mos evidente që dialogu nuk ka shkuar ashtu siç duhet dhe se është koha mbase të rishikohen e të rivlerësohen ku janë bërë gabimet në procesin e drejtaneshëm. Pra tash mbetet e paqarta është fjala për fillim të zbatimit të detyrimeve që të dy palët kanë marrë në procesin e dialogut me marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, e cila është pjesë e planit franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, apo rifillimi i një procesi që ka për fokus fillimisht korrigjimin e gabimeve. Sipas Kasollit, për Kosovën më e dobishme do të ishte fillimi i korrigjimit të disa gabimeve në dialog. Takime mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk sheh në një të ardhme të afërt as analistja politike Mimoza Gavrani. Mendoj që do të pas parasysh zhvillimet aktuale politike në vend, mendoj që është mesazh i cili për të konsoliduar do t'i duhet shumë kohë. Në këtë rast do t'i duhet vendit të konsolidohet edhe me situatën e stabilizimit politik që aktualisht kemi, të mirën parasysh të gjitha ato opsione të cilet presidenti aktualisht i ka në tavolinë e saj dhe po diskutohen. Gavrani thotë që dhe kthimi i Kosovës në dialog mund të ketë kushte, siç është largimi i masave ndëshkuese nga BE-ja, por që nuk do të ishte favorshme për vendin tonë. Kemi në pozicion politik për të kufizuar, sidomos duke pas parasysh zhvillimet të egra gjeopolitike në vend, pozicionimin e Rusisë, impaktin e politikës së presidentit Trump, pozicionimin e aleatëve të tjerë të cilët me do e mas do thotë po lobojnë në vazhdimsi për realizimin e qëllimeve të tyre afatgjate politike, në këtë rast e kanë fjalën për Republikën e Serbisë në bashkëpunim me Rusinë. Përveç deklaratës së presidentit francez Macron për dialogun, nga Tirana erdhi edhe konfirmimi për vizitën në Kosovë dhe në Serbi nga përfaqësuesja e lartë për punë të jashtme e BE-s Kaja Kallas gjatë javës së ardhshme.